Në Qendrën për Kulturë të Gostivarit u mbajt një manifestim i begat kulturor-artistik kushtuar 7 dhe 8 marsit, ditëve që simbolizojnë respektin dhe mirënjohjen për mësuesit dhe nënat. Ky aktivitet u realizua në bashkëpunim me shkollat e qytetit dhe solli një atmosferë të ngrohtë dhe të mbushur me emocion. Për të nderuar figurën e ndritur të mësuesit dhe rolin e pazavendësueshëm të gruas, pjesë e manifestimit u bën bartës të institucioneve qendrore dhe lokale dhe qytetarë të shumt. Mirëseardhje të gjithëve ju uroi drejtori i Qendrës për Kulturë Ismet Ismaili, ndërsa fjali me rastin mbajtën edhe kryetari i komunës së Gostivarit Valbon Limani dhe zëvendës ministri i Arsimit Driton Sulejmani, si mysafir special. Sot ne përulemi me respekt para figurës së mësuesit, atij që me përkushtim, durim dhe sakrificë formon breza të tërë. Mësuesi nuk jep vetëm dije, ai formon karakter, edukon me vlera dhe mbjell dashurinë për atë dheun dhe kulturën. Gostivari ka pasur dhe ka mësues të nderuar, të cilët me punën e tyre kanë lënë gjurmë të pashlyeshme në jetën e shumë gjeneratave. Përmes këtij aktiviteti kulturor, dëshirojmë të shprehim mirënjohjen dhe falënderimin ton të sinqert për secilin prej jush. Qendra për Kulturë do të vazhdojë të jetë një hapësirë që promovon dijen, artin dhe vlerat tona kombëtare. Gëzuar 7 marsin çdo mësuese dhe mësuesi që ndodhet në sallë. Unë vetë me profesion jam mjek dhe shumë veta thonë se profesioni mjekut është më i rëndësishmi në botë. Pa jashtëbehur vlerat bluzave të bardha, unë besoj se profesioni më i rëndësishëm në botë është ai mësuesit, sepse prej mësuesve lind çdo profesion tjetër. Puna juaj është e heshtur, pa fishek zjarre, por për ditë ju ndërtoni të ardhme për qindra e mira fëmijë që nesër do të kenë në dorë shoqërinë dhe shtetin. Të dashur mësues, prej ditës së parë që na merrni për dorë, ju bëheni pjesë e udhëtimit tonë. Dhe atëherë, kur dalim nga dyert e shkollës, ju marrim me vete për t'ju mbajtur gjithë jetën në zemër. Secili nga ju lë shenja të veçanta tek ne, shenja të përhershme, duke uruar mësuesit e mi të dashur e duke kujtuar me mirënjohje ata që nuk janë më, po e mbyll këtë fjalim duke ju thënë faleminderit mësues për gjithmonë. Sot jemi mbledhur për të shënuar një ditë të veçantë për arsimin dhe për kombin tonë 7 marsin, ditën e mësuesit. Kjo ditë është një moment mirënjohje, respekti dhe reflektimi për rolin e jashtëzakonshëm që ka mësuesi në jetën e çdo njeriu dhe në të ardhmen e një kombi. Secili prej nesh mban në zemër figurën e një mësuesi që ka ndikuar në jetën e tij. Një mësues që na ka dhënë dorën kur kemi pasur vështirësi, që na ka inkurajuar kur kemi dyshuar në vetvete dhe që na ka mësuar se dija është pasuria më e madhe që mund ta kemi. Të dashur nxënës, shkolla është vendi ku formohet e ardhmja juaj, është vendi ku lindin ëndrat dhe ku ndërtohen themelet e jetës. Respektoni mësuesit tuaj, sepse ata janë njerëzit që çdo ditë punojnë për të hapur para jush rrugën e dijes dhe suksesit. Programi vijoi me referatin dedikuar historikut të festës dhe rëndësisë së figurës së mësuesit dhe nënës në jetën e çdo individi dhe shoqërisë në përgjithësi, duke lënë një ndjesi të thellë reflektimi mbi vlerat e përjetshme që ata transmetojnë brez pas brezi. Lumja ti, moj korç o lule, që le pas shoqet e tua, si trime në ballë usule, ta paqim për jetë.
Jemi mbledhur sonte këtu për të kujtuar fillimin me punë të shkollës së parë me gjuhën shqipe në Korçë, një herë për të festuar ashtu siç tani më ndër shqiptarët njihet si dita e mësuesit. Rilindja kombëtare shqiptare e gjysmës së dytë të shekullit të 19 bëri hapa të mëdha në ringjalljen dhe afirmimin e kombit shqiptar përmes mësuesve atë dashës të kohës. Në fund të këtij manifestimi u ndan mirënjohje për të gjithë mësimdhënësit e pensionuar vitin e fundit, ndërsa në hyrje të Qendrës për Kulturë u hap ekspozita me fotografitë e mësimdhënësve të ndjerë ndër vite.